Kur vetit moshën 15 vjeç, unë e mora vetë vendimin të ndërprisja futbolin dhe unë duhet punoja kamarir. Unë mbaj mend filloja punën në 10:30 mëngjesit dhe mbaroja punën në orën 2:30 darkë ku unë iknin turistat e fundi, kupton? E do zgjohesha pranë në orën 10 mëngjesit. Unë mbaj mend që kisha atletë diku te 12 euro që i vlim te kinezi. Për shkak se s'kishim mundësi, kupton? Sa që ishin rroga, unë punoja pa dokumenta. Dhe greku ty të jepte 15-20 euro, kupton? Unë kisha nevojë për ato lek. Unë asha në time pezo dhe duhet punoja, më kupton? Edhe mbaj mend që kemë më beshin gjak, unë mbaj mend që kemë të mi ishin gjak kur unë vija në shtëpi, sepse në qoftë i mban atletët 16 orë pa hequr dhe gjithë kohës duke lëvizur, atletët që janë karton të kinezë, siç e thash, më beshi kemë gjak. Dhe unë vija në banjo, qaja kur vija në puna, qaj në banjo, ishe qërap, më dilin gjak nga kemët dhe nuk duhet të transmetoja familjes atë edhimi që unë po përjetoja, kupton? Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.